por unë kam bindur dhe babain tim të investoj vetë në kripto. Çfarë thonë prindrit në fillim? Se besoj nuk ja kanë idenë se çfarë është kripto ose tregjet financiare. Prindrit në fillim nuk është se kanë qenë plotësisht dakord, domethënë thjesht më kanë kërkuar të kem kujdes, sepse faktikisht gjithmonë më mbështesin ato iniciativat e mia, nuk është se më pengojnë. Shoh për fat të keq shumë njerëz cilët pengohen nga familja, kanë shumë dëshirë të nisin një rrugtim të tillë, edhe familja bëhet pengesë, ata e lën fare. Në ato muajt e parë ishin kështu gjatë gjithë kohës duke më këshilluar që ki kujdes, sepse ishte edhe influenca nga ana e mediave në atë kohë. Unë kam nisur në vitin 2022, edhe ka qenë periudha kur Bitcoini dhe kripto në përgjithësi kanë pasur një rënje shumë të madhe. Këshillat duhen marrë nga ekspertët, nuk duhen marrë nga media ose nga ajo se çfarë flitet lart e poshtë. Kurse sot prindërit e mi janë shumë të lumtur që unë merrem me këtë gjë, kam kuptuar që nuk është thjesht momentale, por është e vazhdueshme, pra është një mënyrë se si ti mund të krijosh të ardhurat të vazhdueshme. Dhe tani jo vetëm që më mbështesin, por unë kam bindur dhe babain tim të investoj vetë në kripto. Wow. Nice. Sa lek investoi babai herën e parë në kripto? Babai fillimisht ka investuar shumë pak, sepse normalisht akoma kishte frikë, por që investimi i tij u pesfishua, edhe kur u pesfishua më tha, sikur ti investoj pak më shumë, edhe investoj sërish të dy fishin, domethënë.